Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahu xhashanu falenderojmë. Ti e çojmë falënderimet dhe shiqërim. Salavat e selam që do të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij të nderuar, dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Allah është për lëftë hoxhës, për ftesën, edhe për shtrydhje. Në të një hadith shkurt, ose zjatër, edhe në hapësirë dhe hoxhë Muhammedit, që të gjithë ne si besimtarë, po jo vetëm ne, por edhe njerëz të tjerë të cilët nuk i përkasin kësaj feje, e duan Zotin, me mënyrën e tyre. Ama e rëndësishme nuk është thjesht ta duash Allahun xhaleshanu, po e më rëndësishme është të dojë Allahun xhaleshanu. Shumë për njerëzve dojnë Zotin, pa i do Zoti ata, a i do Allahun xhaleshanu ata. Kjo është më rëndësishme të dojë Allahun xhaleshanu. Dhe si të do Allahu xhaleshanu. Ka shumë rrugë që të dojë Allahu xhaleshanu. Unë do fokusohem vetëm tek nga më të rëndësishmet, siç na ka thënë vetë Allahu xhaleshanu në një hadith kutsi, i cili na e përcjell profeti sallallahu alaihi wasallam. Hadith kutsi janë fjalë të Allahu xhaleshanu, por që nuk janë pjesë e Kuranit, por që përcjellen si hadith nga profeti alaihi salam. Ajo çdo fjalë që Allahu xhaleshanu ka thënë është në Kuran, sepse fjalët e Allahu xhaleshanu nuk mbarojnë. Por disa prej fjalëve të Allahut që në ka ardhur hadithe, dhe këto quhen hadithe kutsi për hadithe të shenjta. Çfarë thotë Allahu xhaleshanu në këtë hadith kutsi? Thotë se nuk ka punë më të dashur tek unë që i bën robi përveç se asaj që unë e kam bërë obligim atij fars, që më aftaratu alejhi. A gjë më e mirë që Allahu xhaleshanu i ka bërë robit që të afrohet tek ai janë farzet. Agjërimi në Ramazanit, falja e namazeve, pesë vakteve, xhumaja, haxhi, çdo të islamit. Këto janë gjë e parë me të cilën ne afrohemi tek Allahu xhaleshanu. Është gjë e më e rëndësishme të afrohesh tek Zoti. Qëllimi ynë kush është? Të afrohemi tek Zoti, adhurimi çdo të na afrojë tek Allahu xhaleshanu, të qenë i afërt me të. Me qenë intim, me qenë ngushtë me Zotin xhaleshanu. Dhe si afrohesh tek Zoti? Nëse dikush e do dikë, gjithkohë e përmend atë. Gjithkohë e kujton atë. Dhe gjë me të cilën ne kujtojmë Allahun xhaleshanu dhe afrohemi më së shumti janë farzet, ato të cilët ai na ka obliguar. Dhe farzet nuk janë vetëm namazet farzet, apo obligimet e fesë. Farze janë edhe mbajtja e drejtësisë. Farze janë edhe mos të hyjë në hak njerëzve. Gjitha këto janë farze. Morali, akhlaku, çfarë hukmi ka në Islam? A është sunet, a është mustahab, a është vajib? Farz është. Me qenë me moral të mirë, me qenë me moral të lartë, është farz. Ashtu siç është farz namazi. Wala yazal 'abdi yaqtarib ilayhi bin nawafil hatta uhibbuhu. Zoti thotë, dhe robi vazhdon. A nuk mjaftojnë vetëm farzet? Të më afrohet tek unë, thotë, me nafile. Çfarë nafilet? Namazet fakultative, ibadete fakultative, mustahabe, sunete, përqysh, namazet teravive ashtu është. Sadakaja ashtu është. A nuk janë farz. Një pjesë e njerëzve, që tha dhe hoxha kur mbajtën vazë mas ikindije, farzet nuk i kryjnë, e duan t'i afrojnë Allahu xhaleshanu me nafile. Nuk i afrojnë Zotit me nafile nëse ti nuk kryen farzet fillimisht. Sepse kështu ka vënë Zot. Të rëndësishme, fillojmë farzet fillim, pastaj nafilet. Wala yazal 'abdi yaqtarib ilayhi bin nawafil hatta uhibbuhu. Dhe robi thotë i vazhdon vazhdimisht, në mënyrë të vazhdueshme thotë, i bën i falat, i kryen ato nafilet derisa unë ta dua atë. Prandaj edhe ka ardhur një hadith tjetër profeti alayhis salam që Allahu xhaleshanu do prej robit të tij
kur e bën një punë të vazhdueshme, edhe nëse ajo është e vogël. Diçka e vogël. E do Allahu xhallahu ta'ala. Fa idha habbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaruhu allati yabsiru biha wa yaduhu allati yabtishu biha wa rajluhu yamshi biha. Thotë kur unë dua një rob, thotë Allahu, ai zhveshi me të cilin unë dëgjoj, syri me të cilin unë shikoj, dora me të cilin unë veproj, dhe këmba me të cilin unë hec. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që robi është në dashurinë e Allahut xhaleshanu dhe nuk udhëzohet vetëm se ashtu si do Allahu xhaleshanu. Nuk shikon vetëm atë që do Zoti. Nuk dëgjon vetëm se atë që do Allahu xhaleshanu. Nuk vepron vetëm se atë që do Allahu xhaleshanu. Pra ecën dhe jeton me Allahun xhaleshanu në çdo moment. Marrëdhënia e tij me njerëzit nuk është marrëdhënie drejt për drejt, në mënyrë horizontale, është marrëdhënie vertikale. Do të thotë që ti marrëdhënien me rob nuk e shikon si marrëdhënie drejt për drejt me njerëzit, por shikon marrëdhënien me ta përmes Allahut xhaleshanu. Para çdo punë shikon Allahun xhaleshanu, gjatë çdo punë shikon Allahun xhaleshanu dhe pas çdo punë shikon Allahun xhaleshanu. Ta'bud Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Si tha profeti alayhis salam Xhibril kur e pyeti se çfarë është ihsani, i tha ta adhurosh Allahun xhaleshanu sikur ti je atë. Apo nëse ti nuk mundesh dot të këtë derexhe të arrish sikur ti ta shohësh Allahun xhaleshanu, atëherë dije se Allahu xhaleshanu të shikon ty. Dhe veprat që na afrojnë më shumë të Allahut xhaleshanu mas farzave janë pikërisht në nafilet. Namazet teravih dhe por çdo gjë tjetër për veçanë në namazet teravih. Dhe na bën të dashur tek Allahu xhaleshanu. Dhe nëse ne jemi të dashur tek Allahu xhaleshanu, edhe bereqeta e tij, edhe mbarësia e tij vjen siç thotë Allahu xhaleshanu në këtë hadith, nëse ai më lutet mua do të përgjigjem, dhe nëse më kërkon ndihmë, unë do t'i jap atij. Edhe Allahu xhaleshanu bëj për atyre njerëzve, për dashurve të tij, për atyre njerëzve që ja falë gjunafe se s'ka gjë njeri pa gjunafe pa kusure, dhe Zoti t'ja pranoft adhurimet, agjërimin, namazin e natës, teravit dhe gjitha veprat e mira që i bëni për hir të Allahut.